Unë atëherë bënoja në Kruj dhe isha 13-14 vjeç. Vëlla im Refiku punonte në Tiranë me gjithë vëllain tjetër të madhin Hamidin. Dhe një ditë bukur më lajmërin nga Kruja me ardhë në Tiranë se kishin një punë urgjente. Erdha në Tiranë dhe më thot vëllai Refiku që këtu kemi ca ebrej që kam qef që duhet që ti shpëtojmë nga gjermanët. A mundet t'i marrësh në Kruj? Unë i përgjigja po, sepse në atë kohë në moshën time lufta sikur në burnoi më shpejt. Dhe një fjalë po që shumë shpejt. Po, thash, pse jo? Edhe shkova në Kruj, pa ebrejt, dhe bisedojmë me prindrit. Edhe ato më presin me kënaqësi. Patjetër, thënë, të shpëtojmë njerëzit, patjetër, si jo. Po si do t'i sjellish këtu? Atë thash, do ta marr përsipër unë. Erdha në Tiranë dhe pritëm një ditë që ishte ditë ejte, se atëherë në Tiranë bëhesh pazar për i fshatarëve për ditë ejte dhe ditë dielë. Dhe i morëm ca rroba fshatarësh, i veshëm me rroba fshatarësh, mes fshatarëve që ishin me kafsh me kështu, edhe kemi nxjerr tash që i thon shkollë bashkume. Në Kruj më rritëm pa me në zonë nata. Kështu që kemi prit aty derisa u bë natë, pastaj kam çuar në shtëpi në Kruj. Dhe këto kanë qenë 7 vetë. Ka qenë një burrë gru dhe të motrën kishte fëmijë, dhe ka qenë edhe një tjetër që kishte 2 fëmijë edhe burrë gru vetë. Lagja jonë e dinte që ne i kemi ato ebrejt aty. Ishin miqtë tonë. Në atë kohë kur kishe të bëjshe me miqtë, nuk guxonte njeri të prekte, kishe punë me zotën e shtëpisë. Ata rrinë në shtëpinë tonë, hajshim bashk, pinim bashk, pa ne problem fare. Gjatë luftës kishte edhe bombardime ngaherë, edhe shkojshim e futeshim në një shpellë kur gjermanët sjelleshin rrotull, ne kishim një shpellë aty afër. Dhe gjatë ditës i majshim në shpellë gjithë ditën. Në darkë i ktheheshim prapë në aty. Unë kam pas nonën e kisha shumë trimnesh. Noni madhe me kuraje, se ato kishin shumë frikë. Vishin i kërkojshin gjermanët, ne kishim 2 porta, një port në fillim, një port në fund. Kur komshit i kishim shumë të mirë, na lajmëroshin që po vinë gjermanët, dishin që ne kemi. Edhe i çoshim ke dera në fund, edhe dilçin në përbaç, hikshin ata, bashkë me Gjemalin, me vllajën e vogël. Se kishte edhe bombardime atëherë, ajo ikte vinte, si bënte si u driç krasiq. Kur kishin bombat, ne u strukshim, ne kishim frikë. Po, shpëtum, s'patëm gjë. Në mbrojti shpella. Që një kohë kur shkoj mamaja në shtëpi, gjeti që ishte shem një pjesë e shtëpisë, po ajo nuk psoi nga lufta.